Nëse vuani nga tensioni i lartë, hiqni dorë menjëherë nga ky ushqim. Ndryshe nga sa është menduar gjithmonë, është sheqeri dhe jo kripa armiku i vërtet për ata që vuajnë nga tensioni i lartë. Sipas studimeve të zhvilluara së fundmi, sheqeri ka një marrëdhënie më të fortë me tensionin e lartë, pasi nëse merret në sasi të madhe stimulon një zonë të trurit të quajtur hipotalam, që nga ana e saj shkakton rritje të rrahjeve të zemrës dhe presionit të gjakut. Të paktën, kështu rezulton nga një studim amerikan i realizuar nga Instituti i Kujdesit ndaj Zemrës me bazë në Kansas City dhe i publikuar në revistën American Journal of Cardiology. Në veçanti, studimet e vënë në theksin të pijet me gaz dhe me sheqer të cilat konsumohen në masë të gjerë. Sipas tyre, pijet në fjalë janë përgjegjëse për rritjen e hipertensionit e që çon në një ndryshim ekstrem dhe të rrezikshëm të presionit arterial, që mund të rrisë edhe mundësinë e kalimit në infarkt. Prandaj tregoni të kujdesshëm me sheqerna e larta që konsumoni.